Po vjen pranvera, ardhjen e saj ndin të parët fëmijët e vegjël, të cilëve partia u ka siguruar lumturinë. Ne u kthym nga vizitat që bëm para pak ditësh në Kavaj dhe ata ashtu si papritur filluan të këndojnë e të hedhin valle për pranverën dhe për vete, se ata dhe pranvera janë sinonim të njëri tjetrit. Ne u futëm në klasa dhe mbresat e vizitës filluan të shndrojnë në traktor, vazo, moll, shporta, filxhan dhe në punimet të tjera balte me një humor dhe gëzim pak si naiv. Dhe kjo është e kuptueshme se naiviteti, humori dhe gëzimi janë bashkëudhëtar të fëmirisë. Unë ndik me sy lëvizjet e këtyre dhe ndjej se ata po humbasin në përfytyrime dhe në atë delikatesë dhe pasaktësi lëvizjesh, po lëshon në rënjë dashuria e tyre për punën dhe krijimin. Edukatore, unë e mbarova shportën. Të lumt, Lidiana, shiko sa bukur e ka bërë shportën, Lidiana. Unë e mbarova gjyshin. Sa bukur e ka bërë Marini gjyshin, bravo Marini. Unë e bëra ylli. Ja? Edhe në tela bukur e ka bërë ydhin. Unë e mbarova filxhanin. Shumë mirë, Ardiana, shumë mirë e ke bërë dhe ti filxhanin. Ashtu bukur. Tani edukatorja do t'i vendosi këto si për dollapit që të thahen. Tani le të ndihmojmë një çik Ilirin që të bëjë një poçe të bukur si ato që pam në poçerinë e Kavajës. Iliri do fillosh ta shtypësh pak baltën kështu me kujdes, edhe pak. Ju e mbani mend Xhaxhizian që na tha se të rjetën është marrë me baltën. Ai sot punon në një torno elektrike, por asnjëherë nuk e harron se dikur para shumë vitesh ishte kthyer në baltë edhe vetë jeta e tyre. Kishte shumë baltë dhe pak bukë në të djeshmen e hidhur. Tani pushteti popullor u ka dhuruar një repart të madh e plot dritë. Më të vjetrit u tregojnë të rinjve të fshetat e profesionit, të fshetat e kësaj pune që në dukje ngjitet si një lodër, por që kërkon durim, shkaftësi dhe finesë. Dhe voglushët habiten se si ky Xhaxhi i jep baltës forma kaq të çuditshme. Si do ta nxjerrë dorën ai Xhaxhi? Ai Xhaxhi e nxjerr dorën se i ka të lagur. Se kërkaca është me madhe se kjo. Ashtu e ka bërë ai Xhaxhi. Xhaxhi, a bëros prej balte? Xhaxhi bëj shtama, bëj qypa, vazo, i pëlqeni juve lulet? Mami im ka shumë vazo në balkon. Edhe unë. Dhe tani fëmijë, ejani të shkojmë në repartin tjetër. Mirupafshim, Xhaxhi. Mirupafshim. Gishtrinjtë e mjeshtrave e kthejnë baltën në poçe, katruve, qypa, vazo, që pastaj marrin rrugën drejt furrave të reja të pjekjes. Sa shumë që ngjet balta me bukën, gatuhet, merr formë dhe pastaj piqet. Shtëmbat, katruvet, saksit janë gati për të qenë mysafiret shtëpive tona. Kur pam furat e vjetra,
Genta përsëriti fjalët e Xhaxhiziait për të djeshmen e vet, dhe unë i thash se e kaluara mbetet në kujtes dhe s'duhet harruar se pa njohur të djeshmen nuk do ta vlerësojmë të sotmen. Edukatore, pse e kanë fshehur aty vazon? E kanë fshehur për t'i dhënë formën vazove, qypave, e shikoni se sa bukur që i bëjnë këto tetat? Brumin e lëngëzuar që marrin te ky kazani, ato tetat e hedhin në format e allçis, sepse allçia thith ujin e baltës, ashtu si letra thithse që kemi ne në kopsht dhe na thith bojën kur vizatojmë. Në punishtën e qeramikës, gjithçka ishte e re. Pranë një reparti kish lindur një repart tjetër, ku puna me baltën ishte kthyer në art. Kish lindur një repart ku qeramika me rrënjë të thellë në shekuj, por i kthehej sot nga duart e këtyre vajzave dhe grave që kanuni i kish fshehur mbas mureve, ashtu si shekuj kishin fshehur në tokë modelet e këtyre vazove. Vogëlushët u habitën kur në punishtën e qeramikës, pan vajza dhe djem që gëdhëndin gurët, daltat në duart e shkafta, linin mbi sipërfaqen e tij figurat e kafshëve, zoqjeve dhe luleve që çelin në pranverë. Edukatore, unë e mbarova qypin. Të lumë t'i liri, shumë të bukur e ke bërë. Ja, po e vendosë mbi dollap, së bashku me punët e fëmijëve të tjerë, dhe ta lëm këtu që të thahet. Fëmijët lanë baltën dhe përsëri humbën në përfytyrime. Bota e tyre fëminore rinte zgjuar. Filluan të materializohen mbresat e vizitës në fabrikën e qelqit.
Çuditeshin voglushët dhe nuk donin të largoheshin nga fryrësit. Ata ndiqnin me interes çdo lëvizje të stekës që aq shumë i ngjiste fyllit. Shikonin se si punëtorët her mas here e ngulnin atë tek gryka e furrës, duke shkëputur prej saj lëmshe të kuq dhe fëmijëve u dukej sikur steka ngulej në një sy të mat e të zjarrt. Diellës, ajo nuk është diell, ajo është qelë që shkrirë. Çuditeshin voglushët se si masa e zjarrt fryhej dhe ritej dhe atyre ju dukej sikur po dëgjonin një muzikë të bukur e të pastër si qelçi dhe si vetë jeta e punëtorëve. Ne u larguam nga fryrësit duke marrë me vete tingujt e punës, tingujt që na frymëzojnë. Shumë qelës paska si marë, si ajo pralla që na ka treguar edukatorja për malin e Gastares. Prej shekujsh, populli kishë ndruar transparencë, aq sa në pralla këtë dëshirë e kishë ngritur në lartësitë e një mali. Edhe këtyre fëmijëve u tërhoqi vëmendjen një punë e re që po lindte. Ky mjeshtër i kënaqi voglushët duke bërë për ta lodra që ata aq shumë i duan. Ka ardhur pranvera. Unë e di se fëmijët ndjejnë të parët ardhjen e saj. Bile më duket sikur gjithnjata janë në pritje të pranverës. Ata i gëzojnë kësaj stine, ashtu si gëzohem unë, ashtu si gëzohesh ti, ashtu si gëzohemi të gjithë ne, sepse pranvera është në të gjitha ditët tona.